2027 tutje, nxënësit llapian kanë me pas mësim tërditor në shkollat e veta. Mësimi tërditor nuk fillon po dojmë në të gjitha shkollat, sepse kjo i bie që s'ka asë dhe ide që është bërë. Këto flitet si ndërtu shumë shkolla. Ju lutem shi çfarë ambienti janë nxënësit tonë, janë shkruajnë këto shkolla në qytetin e Podjevës. Shtrohet pyetja. Prioriteti im i parë ka me qenë që me mujtë me siguru kushte higjiene sparin nxënësve edhe mësimdhënësve që jetojnë ato shkolla, që punojnë ato shkolla që mësimdhojnë. Edhe për këtë, thëmë, bigjeta, ai që investon, ato s'ka prioritetin arsim, se prioriteti çdo kush që investon arsim, investon për tashmen edhe për të ardhmen. Depolitizimi i arsimit është më së nevojshëm. E dim për periudhat e kaluara që ka qenë. Duhet një depolitizim, duhet me i kodrat profesionale, si mësimdhënës, si drejtor. A keme mujt në shkollë me shtin mësim gjëditor ajo? Spari kom i kriju kushtet, se dim, për me bërë mësim tërditor, duhet me pas kushtet, duhet me pas kodrat, duhet me pra, pe premton në shkollë që jenë pilot projekt ajo? Ka mundësi, bërse jënë vitin e parë, pa i përmisu këto kushtet shkollat nuk ka. Dhe i fund mandatit, 4 vjetë? Minimum të insistojmë me pilot me 2 shkolla. 2 shkolla? Pyetja e njëjtë shpejtim, sa shkolla keme mujt me shti? E kom gjetë po do jemi në qerë dhe publike, po e mbyllin me 8 të reja, që po bojnë gjithsej 9. Jam rekord në Kosovë me këtë punë të madhe që kemi po. Kam ndërtu 10 objekte shkollore për 5 vite. Disa me buxhetimin, disa me buxhet të Ministrisë së Arsimit. Do të vazhdojmë investimet në zgjerimin e kapaciteteve me anekse dhe 2 shkolla të reja. Jënë dikun 10 anekse që do të zgjerohet kapaciteti. Kam filluar ndërtimin e kuzhinës qendrore për nevojat të përgatitjes së shujtjes së nxënësve për nivelin peni. Edhe dhe mandatit sa shkolla mësimit? 10 anekse do i zgjeroj, 2 shkolla të reja do vazhdoj me bo, edhe do i krijoj kushtet vitin e dytë, jam shumë i bindur. Nuk guxoj me thonë, por në vitin e dytë fillon total në gjithë territorin e komunës Podjevës mësimi gjithditor. Edhe u kry puna. Në krejt shkollat e Podjevës, une do të krijoj kushtet që në vitin e dytë mas shumë të filloj me mësimit gjithditor. 2027 tutje? 2027 tutje, nxënësit llapian kanë me pas mësim tërditor në shkollat e veta, kanë me pas shujtjen e ngrohtë, edhe kanë me pas edhe një 13 qerë dhe 3 për nevojat të fëmijëve tonë. A i bjen mësim gjithditor 8 orë në ditë? 16 kujtoj, ose 15, nuk po jemi sigurt. Mirë po, orë të plota, 8 orë në ditë, do me thonë me nejtë, prej 8-ve dhe në 4, ose prej 9-ve dhe në 5, që ashtu i vjen? Unë e veç nuk do të marrë shembullin e kesht Prishtinës. Gjithë shka do të bëj ma mirë se sa Prishtina. Okej, premtim interesant, se kom një ide i shtash, e krem, sa shkolla mujnë me hi, mësim gjëditor mandatin ashëm? Ma kujtove diçka kur flet me një Amerikanë, kur thot it's interesting, i bjen që s'është e vërtet, faleminderit shumë. Ideja është kjo. Nuk bëhet arsimi kjo është vërtet të përkeqardhë një drejtor e arsimit 2 mandate me thonë këto që dëmon s'ka ide. E sa për premton ti? 2 shkolla ka me qenë pilot, shkolla Shaban Shala, dhe na im frashin 2 shkolla me cilat ka me fillu pilotimi, po deshta më e cekë edhe një diçka. Shkolla ekonomike, deri vonë, ka punu me 3 ndrime rrëth 1 milion orë mësimore e në humbë, e sot folet për mas një vit e gjysë, 2 vitesh. Se e në humbë këto orë? Shkolla ka punu me 3 ndrime shkolla ekonomike, deri para pak kohë, dhe sot folet për arsim tërditor nivel të Podjevës, 1 milion orë kanë humbë nga përfundimi i pandemisë, deri sa është kthynë edhe ato mas e kemi reagu. Dhe më thonë, një vendim është dashtë, dhe shkolla ekonomike ka punu disa vite me 3 ndrime. Kur flasim të arsimi, du me marrë kohën time të lutë në jashtë nëse është koha ju. Deshta me thonë që mësimi tërditor nuk fillon Podjevë në të gjitha shkollat, sepse kjo i bie që s'ka asë dhe ide që është bërë.